Përveç se ne nuk e kemi këtë formim që ti e sintetizove në kohë, një problem tjetër që e kemi evidentuar shpesh është edhe të lexuarit keq të poezisë. Dhe të kuptuarit keq të poezisë, rrjedhimisht. Ajo është dhimbje tjetër, sepse nuk është detyrimisht leximi keq, por është leximi vetmuar, i vetëm, dhe kthehet më njëherë dominus. Çdo të thotë leximi vetëm i poezisë? Po qëllon që një aktor i mirë lexon një poezi. Del atje në skenë edhe interpreton. Del në skenë, del në film, do të ngelet në kokat e njerëzve. Duke qenë se këta njerëz nuk kanë vajtur dhe tonë, ta lexojmë mirë këtë poezinë. Me që ky na i lexoj, ta rilexojmë. Atëre, ai lexim mbetet dominus. Dhe një poezi vdes me një lexim. Pra, bëhet përkatësi e atij individi. Bëhet përkatësi e atij individi, bravo i qoftë. Ai e ka vënë vulën e vet të timbrit, të vokalit, të fuqisë. Okej. S'ka faj ai. Përkundrazi, ai ka hap një liri. Po liria duhet mbështetur. Pra, a mund ta lexojmë ndryshe? Kemi frikë nga liria mbase, kjo është kureshtje. Kureshtje? Nuk kemi kureshtje shumë. Po, prandaj them gjithmonë jemi paradoksal në këtë, sepse shqiptari kur thot kureshtje do të thot vetëm se kaq kuresht kjo punë. Dhe është i vetmi që s'ka kureshtje. Kuresht kjo punë. Kuresht kjo. Gjua shqipe është Gjua shqipe i thotë. E zakonshme. Dhe gjithmonë them gjua shqipe shumë më inteligjente se folsi vet. Nuk e kisha menduar kurrë. Në është gjes poetik. Edhe kjo, kuresht. Okej. Do nuk ka gjetur foljen ku mbaron kjo punë. Mund të jetë mbi emrin një ministre, po thjesht ka vajtur tek reshtja që është ka tharjen, ka fundin në kuptimin dhe të ekzistencës dhe të esencës. Fjala resht është shumë e rëndë. Dhe ai e vendos te kureshtja shqiptari. Po në fakt nuk e mban peshën e pyetjes. Pyetja është radikale, pjesëmarrja është dembele. Ndoshta gjua është aq e mençur gjua shqipe sa na ka dhunuar vullnetet shumë e zgjuar, shumë e mençur. Dhe kemi frikë të jetojmë. Sepse edhe ma lejoni ta them këtë se jemi si muhabet. Po, patjetër. Po edhe s'kemi patur edukim poetik. Po s'kemi patur. Edhe s'kemi patur edukim poetik. Unë duhet të them, unë ta pranoj që nuk mund të them s'ka pas mësues poezie, sepse nuk e them kur, apo e them thashmi që jemi muhabet, da im ka qenë një mësues i shkëlqyer letërsie, këtë e kam nga dëshmitë e nxënësve të vet. Edhe vetë e kam parë, por ne mësues letërsie në përgjithësi s'kemi pas fare. Po tash në përgjithësi kemi pasur fare, ky përbën një kontradikt. Po vërtet mësues letërsie përmend të merr. Dhe mësuesi letërsisë është i egzaltuar normalisht. Sa më shumë kalojnë brezat, aq më keq bëhet. Aq më keq sepse vërtet nuk din të lexojnë poezinë. Nuk duhet të jesh aktor të lexosh poezinë. Aktori është natyrisht lexuesi më i mirë sepse ka vokalin më të mirë. Ka artikulimin më të mirë. Por për të lexuar poezinë duhet të kesh vërtet shqisa. Shqisat vënë edhe dekompozojnë poezinë dhe po të bëj një analogji. Dhe do më thuash edhe në një poezi të lexuar keq dhe të kuptuar keq, që të bëhet të... Dhe tani Elvis do na thoj të gjithë. Mund t'ja interpretoj. Patjetër. Qofse keni kollaj këtu në një kështu se mos di përmendesh poezi, pikërisht si aktori ka për detyrë edhe të di përmendesh poezi. Mirë do ishte që unë dija poezi përmendesh, mirë do ishte, po do të thënë, poezia, leximi i poezisë është një zhbërje e aktit poetik. Një dekompozim, dekonstruktim, të thënë. Pra, duke lexuar poezinë, njeriu fillon me postin e shkrimtarit të poezisë. Nëse ai e lexon për të konsumuar, është tamam si thash me student në kinemas. Që studenti i kinemas bëhet kineast, duhet gjatë gjithë edukimit vet të dekonstrukojë filmat. Pra, duke zhbër filmat bëhet kineast. Unë si publik i konsumoj filmat, ai dekonstrukton për të parë gjuhën filmike, teknikat e filmit, aparatet e filmit, përbërësit e filmit.
sa më shumë i dekonstrukton, aq më shumë se kapacitetet e përbërësit. Një lexues i poezisë. E njëjta gjë ndodhet edhe me poezinë, pra. Edhe me poezinë. Një lexues i poezisë, duke lexuar poezinë, fillon dhe hyn në kontakt me teknikat, jo vetëm të poetit, thjesht si teknika, ritmi, këto ritmikat, elemente poetikës, por fillon edhe dallon, kur poeti është i mirë, ritmikat brendshme. Përsëritje të, ju kujtohet, nga format më triviale, më të fandakshme, më të shpeshta, janë troku i nolit. Noli ka trok, ka poezi me zhurmë. Po. Dakord? Edhe ka atë ritmik. Kjo është nga më evidentet. Kur hynte Poradeci, kur hynte Mjeda. Si duhet jesh lexuesi? Muzikaliteti është i kalibrit lartë, ti thua, ka sekuencime të llatarshme. Dhe nuk i ndjen po su edukuam. Kur edukojmë pastaj, ti lexon një poezi dhe kupton që është kapitull në vete. Është mbaron poezia. Poezia mbaron si një faqe është, por nuk mbaron. Se ti zbulon, mjaft lexoni Zojç, se më marr Zojç se është poezia e parë në vëllimin e më duket Rilindjes që mbërmbledh poezitë e Poradecit. Personazhi Zogut aty është totalisht romantizmi gjerman për mua. Do të thënë, vargu si e vendos ai poetin dhe si ndërton analogonin me shpendin, me lëvizjet e kokës shpendit, poeti ka këtë rol. Dhe ti se kupton kur, sepse ai flet për poetin aty në mënyrë evidente, por sa më shumë ti e lexon, aq më shumë kupton çfarë strukture të brendshme tepër të përbër ka poezia. Pra mund ta lexosh pafund një poezi. Ky është dallimi, prandaj këta e vendosin shumë teorician të artit e vendosin poemën në rënjën e gjestit artistik, e lindjes artit. Tamam sikur nga një anë mund të thoshim teknika, gjua është teknik te njeriu, që vendoset teknik që mbi vendoset te njeriu, nga ana tjetër mund vendosim fare mirë iden që njeriu çdo formë të krijimtarisë vet, të ndërtimit vet, prodhimit vet e ka në fundit një akt poetik. Qartë, tani që ta bëjmë të kuptueshme, më thuaj një poezi që është lexuar keq dhe ta rilexoj mirë. Që është lexuar keq, unë poemin e Mirimit e kam lexuar, është në YouTube. Është në YouTube, e vërtet. Ajo është lexuar për mua keq. Keq? Është një nga të preferuarat e mia, prandaj jam shumë interesuar. Ajo është lexuar keq sepse është lexuar si një skenë, kur ajo ka 6 skena brenda. Aty është një fenomenologji e qytetit Shkodrës. Po themi e kushtit qytetar të njeriut. Kur ne lexojmë gjithmonë gabimi me Migjenin është se ne e hedhim Migjenin si akuzues të varfërisë. Migjeni nuk është akuzues i varfërisë, është akuzues i mjerimit. Okej. Dallimi mes varfërisë dhe mjerimit është radikal. Dhe mjerimi nuk e ka vetëm për ata që nuk kanë para, po e ka edhe për ata që janë të mjeruar në pasurinë e tyre. Pikërisht pra, që nuk janë të ndërgjegjshëm kur për varfrinë e tyre shpirtërore. Mund të jenë pasur. Po vrapojnë pas paras prapë dhe janë gati të vrasin gjithë tjerët, është barku i pangishëm. Nuk është i mirë vetëm ai i varfri atje. Është edhe ky këtu. Dhe ky është poema e mjerimit, e të gjitha skenave të mundshme të mjerimit. E nëse unë filloj me kafshate, po e filloj me këtë, unë e kam bërë poema. E ke bërë poem të varfërisë, nuk e ke bërë poem të mjerimit. Varfërisë. Dhe të filloj me kafshat, me këtë ritëm, kafshat. Me termin e inteligjencës që zbulon, jo me një arsye që vendos. Ose marrim recitali malësorit, që është më e shkurtër. E kemi, mund ta gjejmë. Teknologjia mund na ndihmojë. E gjejmë për 10 sekonda. Tani unë do bëjem pak aktor, do ta teproj. Jo, realisht të kuptojmë dallimin si është lexuar dhe si duhet lexuar. Jo, domethënë, ajo mund pranohet, interpretime janë, çështja është që interpretimet e poezisë nuk janë vetëm interpretime vokale, janë edhe interpretime teorike, do të thotë kuptimore. Për të kuptuar çfarë do të thotë autori thellësisht. Dhe mua më ka qelluar rasti ta jap këtu e 20 vjet përpara një kurs pikërisht mbi këtë poezi, duke e lidhur madje atëherë me Heideggerin.
Tani, ne dim gjithë që na ka mbetur vesh, o si nuk kam një grush fuqishëm, dakor. Kush po shkruan? Shkruan poeti. Poeti nuk. Poeti Migjen. Ne bëm revolucionar, që do dalit e sheshi e do gjuj pa tjetër. Jo. Poeti e thot klithmën në dhomën e vetë të mundume nga faktit që njët izolum me sendeve që nuk flasin. Me atë kalesën, murgeshën kales, është poeti Migjen, që nuk mund të reduktohet në një revolucionar militant, jo, mund të jetë revolucionar i vërtet. Migjeni është më problem. Migjeni është i dobët. Migjeni është tuberkular. Shëndetlik, po. Ky Migjen, do ta kuptojmë këtë, jam mësuesi letërsisë, interpretuesi. Do them, si nuk kam një kusht fort i pimo zemër malit që san. Ta di dhe ai se çdo më thoni dobët në agonit për dridhet si vikani vram. Tani e kuptojmë direkt. Ky do thot nuk e thot një revolucionar lugat. E thot Migjeni, poeti. Lugat. Si je trazu me trashëgimtar i vujtjes dhe i turimit. Endem mbi bark të malit me ujë në zgjume dhe me klithmat pak naqun atë instiktit. Kur ju lexoni kështu poezin, kuptoni me njëherë që ky poeti që ka jetuar në bukë, ka qenë mal, ka qenë me malsorin. Ky është lugati që mund projektoj të tjetri vetëm formën lugate. Dhe duke që mos qenë patetik interpretimi, bëhet analitik, bëhet dramatik dhe ju lejon që ju ta ndjeni kur thot ende mbi bark të malit me ujën e zgjume dhe me klithma të pak naqun antistiktit. Ngelsi të vargjet dhe kuptoni fjalët dhe merrni gjithë peshën e fjalëve. Po e recituat ju në mënyrë sintetike, totale, patetike, uja, instikti, humbin. Barku malit s'merr fuqi. Merr fuqi kur e thoni vërtet nga pozitat e një angustie, një klaustrofobie. Një njeriu që thot, si nuk kam, e thot nga forca, tamam nga pesha e njeriu që se ka këtë forcë. Ai vetëm e ndëron në formën e një smundje mendore. Pra shpothuaj në zgrip të smundjes, të çmendjes. Vendosin i poetin në zgrip të çmendjes. Dhe lexojnë ndryshe. Pra, kur ai thot, nuk mund të thotë, lugat si hijet. Është në dhomën e tij, e shpjeguam. Nuk e kisha menduar kur. Po e fus në dhomë. Jo, nuk e kisha menduar kur. Jo, s'është në dhomë. Si do bërtasi lugat? Lugati s'ka nevojë bërtasi. Ky është lugati si hije e trazume. Hije që ka një psiqik të brendshme, ky ka ngel hije. S'ka më shumë fuqi se janë hije. Po është hije e trazume shpirtrisht. Trashëgimtar i vujtjes dhe i durimit. Të protesta na vjen nga durimi sot. Ky është trashëgimtar vetëm i vujtjes dhe i durimit. Dy format estetike më të tmerrshme. Dhimbje në vuajtje dhe dhimbje në durim. Ende mbi bark të malit me ujën e zgjume dhe me klithmat pak naqun atë instiktit. Mali, hesht, edhe pse për ditë, mbi lëkurë të ti në lojë varimtare, kërkoj me gjetë një kafshat më të mirë, po mren shaka, shpresa gënjeshtare, mali hesht dhe në heshtje qeshe, unë vujë dhe në vujtje vdes. Po unë kur kam për të qesha, po ndoshta duhet ma par të vdes. Si nuk kam një grush fuqishëm mali që është, mund zemër me e një shtasho si dridhet nga grushti paliqëm, e unë të knaqem të qesh. Poeti shkon në çmenduri.
në pikën e tij më vulnerable. E shikon sa ndryshon nga leximi kuptimi një tjetër kuptim totalisht. Leximi është pedagogji. Dikush mund vite ta lexoj më mirë se unë, me kuptime të mirë, ta lexoj me foni, me akustik, i pajisur akustikisht, me vokal fantastik. Por rëndësishme është të bëhet kuptimi i poemës. Varet nga leximi i poemës. Dhe aty ne kuptojmë që ky, kur vendoset në pozitat e malsorit, malsori është figura që sublimon të gjithë vuajtjen dhe durimin dhe endet në bark të malit. Dhe çfarë thot malsori, kjo ishte tema që unë fusi atëherë heideggeriane, malsori thot, unë dua të shpëtoj prej rënjës së emrit tim, malit. Kaq duhet heq. Po shpëtova nga mali, unë mund t'jetoj. Më mban mali, shpresa gënjeshtare, loja varimtare. Jam në këtë mal. Dikush mund t'a shtyë dhe thot, prandaj në 90-ën i lanë të gjithë malet. I tradhtuan me njerë. Sepse ishin futur një lojë varimtare, po poeti ishte marrë vesh shumë herët që nuk ishim të denjë t'i jep një malsorit një jetë në lartësinë e malit, po e lam të endet në bark të malit. Jo në lartësinë e malit, pra, në bark të malit. Poeti bëhet një antropolog. Dhe ju them, po të kishim pas mësues, ne do kishim breza që do kishin kuptuar dhe që do ndjenin vuajtin që do trashëgonin te pasarësit e tyre. Edhe atë vuajtje do ta përmirësonin si gjendje, si artikulim. Ndoshta s'do i kishin shpëtuar njëri tjetrin nga vuajtja. Babai birin nga vuajtja, por atë vuajtje do të jepte në mënyrë situatë peshueshme më lehtë në kuptim estetik. Po të kishim mësues letërsie. Po të kishim mësues letërsie dhe mësues historie. Po. Do kishim tjetër realitet. Mirë. Edhe mund t'i kemi. Shpresoj se fundit gjithmonë. Duhet ta kenë qefin për të lexuar. Ti Elvis nuk të pëlqen shpresa, të pëlqen besimi. Pra ti nuk e shpres ti ke besim. Jam shumë i saktë në këtë pjesë. Absolutisht. Mirë, do shkojmë në një tjetër hapësirë dhe do rikthehemi në pjesën e fundit.